Padyshim që kjo është një nga veprat goxha të vështira për aktorin, po njëkohësisht edhe privilegj. Absolutisht unë do e quaja privilegj dhe konsideroj vërtet veten të privilegjuar që mu dha mundësia për të interpretuar Ricardin, për të hyrë në hollësinë e mendësisë shakespeariane dhe gjithaj vrull brenda njeriut I cili shpeshherë di të shfaqi të brendshmen, të panjohurën brenda nesh dhe kështu me radhë. Unë jam vërtet shumë I lumtur që ne patëm fatin për një periudhë jo të shkurtër, janë kaluar gati 3 muaj ditë të provave intenzive bashkë me kushtërimin dhe me gjithë stafin e teatrit shqiptar. Madhështia e Shakespearit është pikërisht kjo që ai reziston kohës, shekujve dhe do vazhdoj të rezistoj, sepse është shumë aktual. Për fat të keq, ne në kohën ku ne jetojmë, ose këtë mundësi na jep ndoshta na jep teknologjia apo informacioni që ne kemi në plam të dorës dhe shohim çfarë ndodh në rrugëllimin toksor. Për fat të keq, Ricardat kanë qenë, janë dhe për fat të keq do ekzistojnë. Kjo luftë e pushtetit, kjo luftë e bullizimit, kjo luftë e pa drejt kundër mirës dhe të keqes. Në fakt, Ricardi kam përshtypjen që është një shembulltyr e një të keqe shumë të madhe globale, po që nëpërmjet Ricardit del në pa. Dhe unë edhe në shumicën e punës që bëm me cilësova, rastësisht lexova një anekdot afrikane, e cila thot fëmiu I cili nuk përqafohet nga fshati, ai do e ndezi atë vetëm për t'ia ndjen ngrohtësinë. Dhe mendoj që thelbi I Ricardit është ky. Kam vrasje të shëptuare. Nuk kam që kam bërë si patë të shmerë. Po lidhë të gjithë. I gjithë do të thrasë një fajtonë. O, zëtëtari. Asë kështë të përdo. Dhe kur të vdesë asë kujtë, nuk do t'i vijë keqë për mua. Kurse t'i vijë. Kur asë me të silën t'i vijë keqë asë pak për vetën t'i. Ka mesazhe dhe ka copza monologjesh që ne mund t'i dëgjojmë sot dhe ata funksionojnë, qoftë për atë që ne jetojmë në ditët e përditshme. Ne shohim çfarë ndodh me politikat qoftë globale, qoftë ato vendore. Dhe çfarë mos mund të bëjë njeriu vetëm për të ardhur, për të shkelur mbi kufoma të gjalla për të ardhur deri në pushtet, ose duke, domethënë, vepra është e tillë dhe do ngelet madhështore sepse është Shakespeare I vet. Ja thon, Mirela, ke mundësinë që të frasësh ti mikin ti? Pasim vrema, po ca më shumë, ti vras dy arsiç. Dy arsiç. E di që I kam dy arsiç? Që të prishin qepsinë e natës të re. E këto po t'i lej ty, për. Janë ata në do shkëtatë. Ndronit më në trekatate nga jo frikë. Ricardin shumë periudha kohore është aktual, fatkeqësisht. Me thënë Shakespeare është gjeni sepse ka arrit ta kuptoj kompleksitetin e natyrës njerëzore dhe gjithë ato përzierjet emocionale e botkuptimet e njeriut, luftën për pushtet që është fatkeqësisht vazhdon ka vazhduar siç ka qenë më herët, vazhdon kam frikë që do vazhdojë gjithmonë. Thjesht tipat modelet Ricardit janë paraqit disa herë në historinë e njerëzimit, ndër më të njohurit edhe më shkatrusit, I njohim gjithë me emër me histori, është Hitleri, është Stalini, është Mao Zedongi, fatkeqësisht shumë I ngjajshëm po duket edhe Putini, pa merri Netanyahun, pa merri shumë autokrat tjerë, e kupton, cilët arrin pushtet jo për të udhëheq, po për të sundu, arrin pushtet sigurisht për t'i shëruar ca frustracione që duhet merren psikologët dhe psikiatrit me ata njerëz. Po ata njerëz, sikur të merren psikologët dhe psikiatrit me kohë,
edhe shoqëria tjetë e shëndosh, ata njerëz as njerëz do vinë në pushtet. Po dëshirohen, që është e mirë, do me thënë, sepse traumat e fëmijërisë që i ka Ricardi, shqetësimet e nuk e di çfarë, bullizimin që ka përjetu, ajo është një fenomen që ndodh edhe tek neve edhe në gjithë globin fatkeqësisht, mirë po në ato raste duhet institucionet të merren me ata njerëz. Mirë po kur tipa të tillë me shumë frustracione arrin me ardhmë pushtet, atëherë jemi gjithë rrezikuar. Edhe si vinë pushtet, vinë nga ambicjet e sëmura të rrethit njerëzve të fuqishëm, të oligarkëve, të intelektualëve të korruptuar, gazetarëve të korruptuar, cilët për t'i plotësu ambicjet e veta mendojnë se nëpërmes aty njeriu do arrin përfitime materiale e kështu me radhë. Edhe nuk e kuptojnë se kur sjell një njeri të tillë, modeli Ricardit në pushtet, e pson shumë shpejt edhe ai që e ka sjell në pushtet, se kështu dëshmon historia. Dëshmon historia e bashkëpunëtorëve që e kanë sjell Hitlerin në pushtet, Stalinit, Enver Hoxhën, e kështu me radhë. Unë besoj që ashtu do ndodhë edhe me gjithë Asadi, për shembull, e kështu me radhë. Domethënë modele fatkeqësisht kanë qenë dikur ndoshta si kemi njohur sepse kanë pas shumë pak informacion media, po kam përshtypjen se janë shtu modelet e Ricardit dhe po shtohen vazhdimsi. Edhe ne kemi përgjegjësi si shoqëri, si intelektual, mos lejojmë ardhin e tyre në pushtet. Shakespeare vetë është i vështirë, nuk është i lehtë. Vetë fakti që shkrimet e Shakespearit përveç ngjarjes që trajtojnë kanë edhe një gjuhë poetike, nuk janë të lehta për një aktor, nuk janë të lehta si tekste për me i lujt. Mirë po me kushtrimin kom punu në filmin Pranvere pa haruar, në Vjeshtën e haruar herën e parë, dhe kjo është hera e parë që punoj në teatr, edhe mendoj që kushtrimi është një prej regjisorëve më të mirë që i kemi në shqiptari. Më thonë me përvojen edhe me intelektin e tij ka arrit që ta zbërthej mirë Ricardin e tretë, edhe si shfaqje, por edhe se cilin personazh veç e veç. Kemi pas diskutimet në dha, kemi pas edhe diskutime, po edhe kundërshtime, derisa kemi arrit ne si aktor me e kuptu qartë vizionin e tij për se cilin personazh dhe me ju përshtat vizionit ti. Më thonë se secili prej nesh, kur realizon veprën e ka një vizion. Edhe ai vizion nga njerë nuk përpuset me vizionin e regjisorit. Edhe kushtrimi me mënyrën se si punon me aktor, shumë shpejt arrin me e bind aktorin që me shku në linjen cilën aje dëshiron, edhe në linjen si aje shef veprën. Vetë jeta është konkurencë, vetë jeta është luftë për pozit, luftë për mbijetesë. Edhe çka më ka pëlqyer mu te vizioni i kushtrimit për këtë vepër është që nuk e paraqet vetëm Ricardin e tretë si personazh ambicioz dhe negativ, i cili është në gjendje me bo gjithçka për të arritur një pozitë. Mirë po ai gati se cilin personazh e paraqet në atë formë që është ambicioz, vrasës, makiavelist, i përlym. Edhe bile nga njerë mendoj që Ricardi ka shumë ma shumë arsye se këta gjithë tjertë, sepse Ricardi është një personazh i cili është bullizu prej si fëmijë. Edhe është mbjellë te ajo një ndjenje hakmarrjes si prej fëminisë. Sidomos me atë monologun e parë, cilin e fillon shfaqjen Ricardi, ajo jo vetëm që e paraqet çka do të bëj Ricardi gjatë gjithë shfaqjes, po paka shumë edhe e arsyeton si personazh. Rindja jote që një rind për mua, që në kërthike që një qesh, i prapë, shkollë, i prapë, i tërbuar, i egër, Jërëri trimosh zemrak i hebur dhe
Sepse po ai Shakespeare ka ngel dhe me qindra vite përsëritet. Përsëritet në çdo vend, në mënyrë tjetër, apo kemi shumë diktatura, në shumë shtete kemi pasur dhe po kjo ishte një shfaqje të cilën duheshta ta sjellim në teatrin tonë dhe për të ofruar dhe për ta parë për sa afërmi një diktaturë e cila nuk i shërben shoqërisë, po vetëm mund t'i bën dëm. Dhe Ricardi i sotshëm besoj se është prur në një frymë krejtësisht ndryshe, pak më bashkohore, po me elementet e atëhershme dhe me elementet e përgjithshme që na kanë përcjell me vitet të tëra. Jemi ne po ata që zgjedhim, jemi ne po ata që i mbajmë dhe zëri jon nuk duhet të shkon shurdhër, po duhet vedia pak të rikthehet të njerëzit. Ndoshta na ka marrë disi kjo koha moderne anash, po teatri është një vend ku gjërat jetësohen, në një vend ku shitet shpirti dhe në një vend ku e gjej shpirtin tënd. Ende nuk është falur për vetë, që kur të vdesin mbretit e mbrojt. Po Victor për Buckingham Castle. Përshëndetje. Dëmbët i ka prej helmi që të sjellin vdekjen. Ai për mi ka më kati perin edhe udhëheqin që i shërbejnë berbrisht. Në ruajt Zoti Xhaxha, po të rrejmë s'qenjë. Si dhe? Kuror, që të bëhet mbret. Ashtu, vërtetin zot. Vetë ma shkullim kokën supeve, po jo të shoh kurorën e vendosur as poshtrisht.